Profesor, ne në familje kemi një 4 putrosh dhe jemi shumë të lumtur, po ndonjëherë edhe themi me të qeshur që më shumë takojmë veterineren e tij se sa mjekun ton. Kështu që jemi shumë të lidhur me veterineren e Mangos, po unë desha t'ju pyesja fiks si e mendoni ju, çfarë karakteristikash ka një veteriner i mirë? Një veteriner që merret me qenin, të mjekoj një patologji ose një çrregullim tek qeni, tek macja. Këto janë me të vërtet, si që kanë vënë të emrin petit të më kafsh përvëdhelse. Dhe ato janë jashtëzakonisht të mërshme për të afektuar me to. Unë kur kam qenë fëmijë, atë fëminin e vogël dhe të eshme derisa unë i ka 14 vjeç, kemi pasur një qenë dhe unë kam qarë kur atë na i ka dëmtuar ujku. Edhe s'do t'i kthehem më asaj. Pra, të mos ta zgjasim një veterinar, duhet ta doj atë kafsh dhe ta njohim mirë që të mund t'i shërbejmë. Por njerëzit duhet të marrin informacionin minimal se çfarë sëmundjesh atakojnë më shumë macën. Dhe sëmos të sëmundjet që janë kronike parazitare, edhe qenin, në mënyrë që jetë më i kujdesshëm, edhe me sjelljen. Po ato është e vështirë, nuk e di. Është e vështirë të shmangesh kontakteve të gjuhës, të gojës, të këmbëve të tjera. Jo, nuk e shmangesh dot fare, profesor. Po pra. Si shmangesh dot fare.